Ka kush në qije dhe në tokë që guxon me alan në emrin Allahut. As melaike, as rasul, as kurkosh nuk guxon me emërtu Allahun azza wa jall. Por që ta ka thonë Muhamedi alayhi salam, të los ty ja Rabbel Alamin bi kulli ismin huwa lak, me kajt emra që te i ki, emra me të cilë ti e ke mërtu vetën tane. Do më thënë, Allahu azza wa jall e ka mërtu vetën e vetë, jo na. Na nuk guxojna me ngjit Allahut azza wa jall emra qysh na teket neve. A është më mirë me thonë Zot apo me thonë Allah? Cila është më e mirë? Cila është më e mirë me u lut Allah apo Zot? Cila është më e drejtë? Na shqiptarët këta e kryjmë me një hersitim, na jem shqiptar, Zot. Unë jem të fol besimtarve musliman të cilët dojnë me thirë Allahun azza wa jall dhe me thonë Allahut azza wa jall sa më mirë edhe sa më drejt. E para musliman, kur thësh ti Zot, që kjo Zot, a është në Kur'an? Jo. Është përkthim që e kena bo na. Po përkthim i kujna? Përkthim i 99 emrave të Allahut, na një prej këtyne e kena marrë e kena përkthy? Përkthim i emrit Allah, apo përkthim i kujna? Zot është përkthim i Rabb, Rabbil Alamin. Elhamdu lillahi Rabbil Alamin. Hamdi i takon Allahut, Rabbil Alamin është Zoti i botrave. Rabb e kena përkthy si Zot. Edhe kjo përshtatet begi. Mirë po, kur thësh Zot, ti je të thonë Rabb. Kur thësh Zoti im, je të thonë Rabbi. Ama nuk je të thonë Allah. Kur kush nuk mundet me thonë që Zot është përkthim i emrit Allah. Bilas që në munu me përkthy emrin Allah me Zot. Me Zot e kanë përkthy Rabb. Edhe me këta pajtohemi deri dikon. Në rregull është përkthimi në rregull, do të vim apet të kjo. Ai çka po du me thonë, emrat e Allahut asnjë asën të përkthy me këta Zot. Kur thësh ti Zot, nuk je të thonë asnjë prej 99 emrave të Allahut. A është e qartë kjo për ty? A ke dashur ti kështu? Jo, nuk u menu që kur tham Zot jam të thonë, jo, nuk je të thonë. Domethënë Zot je të thonë veç Rabb. Kur jam më shumë. As Allah nuk jam të thonë, jo, emri Allah. Edhe në qofë se përkthehet ndryshe, jo si Zot. Jo si Zot. Emri Allah ka tjetër përkthim. Apo mëno me sa ma shkurt me e thanë. Tash, po kthejme edhe njerë të kjo Rabb. Mirë të e ke përkthy. Rabbil Alamin, Zoti botar. Rabbi, Zoti jam. Në rregull me përkthim. Mirë po, tja ta njetën do me thanë përkthima. Tja nuk danë në herë më mësu me thanë Rabbi, Rabbi Allah. Rabbi është Allah. A nuk danë kështu më mësu me thanë në herë Rabbi, Rabbuna. Nuk i qevë më mësu, ti gjithë po ki qevë mi thonë përkthima, unë po kam qevë mi thonë përkthim. Thujnë përkthim. Në rregull, veç unë po kam qevë që ti më mësu njëherë me thonë Rabbi. Është mësimi mirë më mësu njëherë muslimani me thonë Rabbi. Një mamë. Rabbena, një mana neve, drejtana neve. Tash po besoj që është e qartë, kur thësh Zot, nuk je të thonë Allah. Allah është përkthim tjetër. Ajo që ka mas shumë të i përshtatët është i adhuruar. Ajo që ka mas shumë të i përshtatët, në qofë se dojna me përkthy në Shqip. Mirë po, hajde tash e mësove, Allah të kuka i adhuruar, a ta vret veshin qofë se me i thu gjithmonë i adhuruar i jonë, Allahu, ta vret veshin se si e mësu. Dhe më thanë është punë që i e mësu me thonë Zot. Por ata doket normale, me thonë gjithmonë Zot. Ama thuj në herë Allah, thuj Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razaq, Fornizus. Thuj emrat e Allahut azza wa jall. Po edhe në qofë se i përkthen, mëno mi ja përshtat përkthimin emrit, ama jo me i ba Zot krejt e emrat e Allahut. Kjo është problemi, që Zot i kanë ba krejt emrat e Allahut. Dhe më thonë, babat, nanat tonë, asnjë prej tyne nuk e thiren asnjë emër të Allahut azza wa jall veç Zot. Edhe i menojnë krejt. A pranohet për tyne, besojmë, shpresojmë të Allahu azza wa jall që pa. Mirë po na po folëm cila është më mirë. Tash, me thonë o Zot është diçka tjetër. Mo lut o Zot është diçka tjetër. Ajo çka unë mas pakti moj me thonë, mos o lut kur përveç se me emrat Allahut që Allahu e ka martu vetveten e tina. Thot Allahu azza wa jall, lillah asmaul husna. Allahu i ka emrat e bukur. Fad'uhu biha. Lutni Allahun me këta emra. Jo me shpikun e ti në emër e me lutë Allahun. Në çuditna me musliman qysh luajnë lotët tanë jetën e vetë. Para më ndohë, tanë jetën i ke thonë Allahut azza wa jall Zot. Po çka është ditën e gjykimit, me ba me thonë Allahu azza wa jall. Kush ka thonë me ma ngjit këtë emër? Kush ka thonë me më thirë kështu? Çka thu?
Çka thu? Në qoftë se thujnë Allah, thojna para Allahut, ti ke thonë librin tanë që na me thonë Allah, ti ke thonë librin tanë që na me thirë Ar-Rahman. Ama Zot, Perëndi, këto emra janë që na i kena bëha musliman. Kështu që ti si musliman, thira Allahun Azza me emrat e tina. Maja me në qëta për me, nuk ka kush në qije dhe në tokë që guxon me alan në emën Allahut. As melaike, as rasul, as kurkosh nuk guxon me emërtu Allahun Azza. Por që ta ka thonë Muhamedi alayhi salam, të los ty ja Rabbel Alamin bi kulli ismin huwa lak, me kajt emra që te i ki, emra me të cilë ti e ke mërtu vetën tane. Do më thënë, Allahu Azza e ka mërtu vetën e vetë, jo na. Na nuk guxojnë a min gjitë Allahut Azza emra qysh na teket neve. Nuk po folim për përkthim, por përkthim sa për kuptim në rregull, e ke kuptu, tash ktheva për të emri, është emër o musliman. Hajde të marrëm në shembull. Muhammed, përktheje edhe thuj gjithmonë në shqip, a ka logjik? Jo. Kështu që thuj Muhammed, emër është emër o musliman. E lusëm Allahun Azza wa na bëj për muslimanët mirë. E ti që është e ranë, po tash i mësu ka dalë me një gjana të rana për meje. E lusëm Allahun Azza wa na rujt.